Erzenuku i arrestuar gjatë aksionit të forcave Renia në Fusharrës është paraqitur mëngjesin kësaj të mërkurë në urgjencën e spitalit Renal të Shkodrës për mjekimin një plagë në këmbë. Pas vetëdorëzimit, autoritetet konstatuan se Uka ishte i plagosur dhe nën mas të siguri u shoqërua drejt spitalit për trajtim mjekësor. Ndërkohë si Uka, Artu dhe Julian Cumraku vijojnë të qëndrojnë në paraburgimin e drejtorisë vendoret policisë Shkodër në pritje të seancës gjyqësore. Deri tani të arrestuarit nuk kanë dhënë asnjë deklaratë përpara grupit hetimor. Uka dhe Cumraku arrestuan në kuadër të operacionit koduar Oroshi, teksa qëndruan të izoluar për më shumë se 12 orë në një banesë braktisur në fshatin Orosh të Fusharrësit. Gjatë kontrollit të banesës janë sekuestruar në cilësinë e provë materiale 4 armë zjarri automatik, një armë zjarri pistolet, një flamë organizatës terroriste Shtetit Islamik ISIS, i vendosur në faqen e murit ndërmjet armëve të lartpërmendura, 71 copë granata dorë defensive, municion luftarak, kapsohet zonatore elektrike për shpërthimin e lëndëve eksplozive, fitil zjarr përcjellës që përdoret për shpërthimin e lëndëve plase dhe 2 gëzhoja. Dy shtetasit akuzohen për vetë penale, nxitja, thirrja publike dhe propaganda për kryen e veprave me qëllim terroriste. Prodhimi armë luftarake, kundërshtimi punojës të policisë së rendit publik, mbajtja pa leje dhe prodhimi armë shpërthyese dhe municionit.